zotëri Mexhiti. Përshëndetje Renan. Si e? Mirë, faleminderit. Këtë herë në brenda Çajirit, që aty ku e lam, edhe tregom si shkon puna. E para mirë se erdhën në Çajir. Mirë se u gjetëm. Mendoj që është një intensitet i madh, sidomos tash me është edhe sezona e punimeve. Minimum ja 15 pika, domethënë brenda Çajirit, edhe pse është i vogël, punohen, realizohen projekte të ndryshme. Edhe nëse shkon me këtë dinamik, mendoj që brenda vitit të parë të realizojmë gjitha që kemi premtuar brenda 4 viteve. Çdo që i niset projektet të kanë vazhduar. Para zgjedhjeve. Edhe që kanë fillu atëherë, edhe ka dhe projekte tjera që kanë fillu të reja, domethënë të vogla, të mëdha, po sidomos domethënë fokusi është te rrugët, edhe te infrastruktura nën-toksore, te rrugët, rruga Ferit Murati, dikur Llazar Tërpovski, punohet në dy anët, domethënë në njërin anë punon se është me Bankën Botërore, në anën tjetër është me Kredi Hungareze, dy ndërmarrje nga dy anët, domethënë kanë filluar në mënyrë intensive, një prej rrugëve të rëndësishme të Çajirit. Këto ditë dje ishim në takim me kryetarin e qytetit, domethënë pritet shpejti ditët në vijim të fillon edhe rruga Mitat Frashëri, dikur Makedonska Kosovska Brigada.